por Lumbardha e Anakreontit në temë pronte e moçme. E Vutre besoi kundërvendjen e re e moçme apo jo. Ndërkohë që gjithçka ka ndryshuar, është një botë e re, Lumbardha, pëllumbi, frymëzimi i Anakreontit, poetit antik të dashurisë, vazhdon të jetojë aty ku ka jetuar në temp e moçme e pandryshuar. Mesazhi për jetësisë të artit. Bota, jeta ri për të rrihet vazhdimisht, ndërsa arti dhe muza poetike është e përjetshme. Të njëjtin mesazh të përjetësisë të artit përcjellin edhe vargjet që vjojnë me Lumbardhën, muzën që udhëton nëpër kohë. Ndui një ditë vatet e mali e sukthye si e kish zakon. Por në këtë udhëtim në kohë, ndërsa qenia njerëzore, bota, jeta ndryshon vazhdimisht duke kaluar dimra me të borë, verra të nxehta, luftra, tallaze, muza, frymëzimi poetik, është po ajo e njëjta, sepse kalon pa u prekur prej tyre, veç që atë se tha u bora, se për gjaku hesht za. Sa do dimra e luftra të kalojnë, poezia mbetet po ajo sepse është e përjetshme.